Të nderuar xhamatli, u shkëputëm nga hadithi Gjibrailit për të vendos pak dritë me një fenomen dhe një të keqe e cila po dëgjohet gjithkund. Çdo shtëpi, çdo mahall, çdo qytet, çdo shtet në këtë botë përhapet e liga e cila quhet muzika dhe instrumentet, të cilat Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam prej gjërave të para që i kanë bërë haram ka qenë muzika. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i pastër nga çdo gjuna, edhe para pejgamberis, edhe pas pejgamberis. Dietarët e muslimanëve, siç ka transmetuar Imam Hakimi në Mustadrekin e tina, dhe kanë komentuar këtë hadith plot prej dietarëve, dhe prej tyre Ibn Qayyim el-Jauziyje rahmetullahi alayh ka thënë sikur që Allahu Gjelle Gjelalu e ka ruajtur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nga adhurimi i idhujve, dhe nga adhurimi i Latit dhe Uzajës, dhe nga adhurimi i putave para se mu bë pejgamber. Në qatë doze ka rujtë Allahu Gjelle Gjelalu Muhammedin alayhi salatu wassalam nga muzika. Nga se nëse përlyhet njeriu me shirk dhe me muzik, është vështirë me zhvesh prej atyre dy gjërave. Andaj Allahu Gjelle Gjelalu prej gjërave të para që ka i bëri haram e bani muzikën. Për këtë arsye Muhammedin alayhi salatu wassalam e rujti pikë këtyre dy këqijave në xahilet. Për çfarë arsye? Se sikur të përlyhet zemra me këtë gjuna, është vështirë me u merremetue. Dhe gjithashtu për Muhammed sa vlen se ai ishte përsosmëria e njerëzimit. Ka transmetuar Imam Hakimi në Mustadrekin e tina se Muhamedi alayhi salatu wassalam duke qenë në Mekë, djalë i ri, thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, dy herë më ka rujt Allahu pi muzikës. Ka transmetuar Imam Hakimi dhe ka bë hadithin sahih. Dy herë Allahu më ka rujt pi muzikës kur s'ka qenë pejgamber. Thot isha duke i rujt delet me pare, me qira. Gjase Muhamedi sallallahu para se mu bë pejgamber, i ka rujt delet me pare. Dhe kështu Allahu Gjellewala e ka ba 100% pejgamber i njerëzimit. Thot edhe një ditë prej ditëve deshta me prezentu një darsën prej dasmeve të Kurejshve, ku ati lujnë dhe vallzojnë dhe knojnë. Thot dhe u bana gati me shkuet t'i kry delet edhe të shkoj t'ingoj. Pak para se me mri atje e ka zonë gjumi alayhi salatu wassalam. Thot kishte zonë gjumi edhe thash ka me shku nesër, apo ka me shku në darsmën tjetër. Thot e bana prap e prit qa darsmën tjetër, shkoj t'ingoj. Thot prap e kryta punën e deleve nga se kisha detyr, dhe thash shkoj t'ingoj muzikën. Edhe prap Allahu Gjellewala ka po me zonë gjumi, vetëm kur ja ka nxjerr dielli i mëngjesit, gjumi dhe e ka trazue darsma usosën ka mrit e veni. Atëherë Muhammed më ka thënë, ndoshta ka doni penges, hajr. E ka lënë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kur u bë pejgamber, e ka komentu këtë ngjarje dy herë që ka provu me ngu muzik, më ka rujt Allahu dy herë mos me prezentu ndasmat e Kurejshve. E thojnë dietarët, Allahu qyshe ka rujt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam prej adhurimit putit, qashtu njëjtë e ka rujt për muzikës. Nga se muzika është çështje e lig, çështje e ran, instrumentet janë punë e madhe. Andaj dietarët i quajtën zani i shejtanit, instrumenti i shejtanit, fylli i shejtanit, rukja e zinajës, e cilat janë argumentet për këtë çështje. Në surën Luqman, Allahu te bareke ve teala përmendi ajetin 6 dhe 7, në të cilin ajet përmendëm se sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dy prej tyre më të mëdhej e kanë komentuar këtë ajet me muzikë pa asnjë kundërshtar prej sahabëve të tjerë. Andaj në fjalën Allahu Gjelle Gjelalu, wa minan nasi man yashtari lahu al-hadithi li yudilla an-nasa an sabilillah bighayri ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adhabun muhin. Thot Allahu tebareke ve teala, prej njerëzve ka që blejnë tregim me kot, mi deviju njerëzit nga rruga e Zotit, mi shmang njerëzit nga rruga e Zotit. Thot Allahu Gjelle Gjelalu, pa kur fardije. Thot Allahu Gjelle Gjelalu, dhe që ta marrin fen e Zotit hajgare.
Sot mas shumti që e ban një tri, një njeri që lengon muzikën, me e pa fejnë e Zotit, kur gjo hiq, muzika i vendos ato në vesh, edhe ai më nuk shë kërkan. Aja s'babën e vetë më nuk e shë, as në anë nuk e shë. Këti dokën prapambetur, këti dokën primitiv, veç ai ka hip me një vend, apo e ka kapa jo doza e cila janë pin shqisat. Ai mendon se ka hip me një vend që s'ka kur gjo. Kur t'ja hekësh ato, miskin. Apo andaj Allahu Gjelle Gjelalu qiko se e bani, tha shkman prej Allahu Gjelle Gjelalu. Abdullah ibn Abbasi, sikur që ka transmetuar El Wahidiu, dhe ka transmetuar Imam Ibn Gjeriret Tabari, dhe ka transmetuar gjithashtu Imam Ibn Kethiri, dhe plot prej djetarëve si Imam Ahmedi dhe Imam El Bejhaqiu, kanë transmetuar nga Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu an, i cili kur është pyet për këtë ajet, i kanë thënë: o Abdullah, për muzikën shka thue? Ka thënë: Allahu Gjellu Ala ka përmenë në Kur'an. Ka thënë: po na nuk pëllexojna muzikë. Apo se Allahu nuk e ka thënë muzika, po ka thënë lehu el hadith, laf bosh. Apo dhe kjo është prej metodave kur'anore dhe prej metodave të arabëve ka qenë, kur në një sen, kur ka dash me e poshtërsu, se ka përmen emrin, pa ja ka përmen të ligën. Apo ja ka përmen të ligën. Sikur për shembull na, a i thojnë ana shejtani shejtan, çush e ka emrin? Nuk i dihet që ka emrin. Thuhet iblis. Po edhe iblis o term si shejtani. Çush e ka emrin bash emrin. Andaj njerëzit kur dojnë me e ba dikant të ligë, si ja përmenin e thot: a i prishti, a i devijumi, a i kopraci, e kështu me radhë. Ataj dietarët thonë: Allahu Gjela nuk e ka përmen këtu me emër muzikën, sepse e ka përmen me të shëmtuarën. Andaj Abdullah ibn Abbas i tha: e ka përmen Zotin Kur'an. Tha: ku e ka përmen? Tha: te fjallë Allahu Gjela Gjelaluhu, wa minan nasi men yashtari lahu al hadith. Ka për njerëz që i blejnë tregimet e kota. Ka thënë: vallahi është muzika. Ajo muzika, të cilën e blen njeri këngëtarën dhe i kënon ajo, edhe i kënon ajo. Gjithashtu Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu an, ka transmetuar Imam Ibn Gjeriri, edhe Imam Ibn Kethiri, edhe El Wahidiu, nga Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu wa ardhahu, e kanë pyet për muzikën. Ka thënë: çka thu për muzikën? Ka thënë: wallahi alladhi la ilaha ghayru. Ka thënë: betohem në Zotin 3 herë, në Allahu Gjelle Gjelalu. Dhe ju e dini se sahabët e kanë pa të urryer me ba bekot e kot. është e urryer në fe me ba vallah billat Allah. Sa sahabja nuk ban be posi sen të madh. Ka thënë: betonan Allahu Gjelle Gjelalu, i cili s'ka zot që meriton adhurimin përveç atina. Ka thënë: vallahi e ka ba Allahu i haram muzikën në këtë ajet në surën Luqman. Ka thënë: ajo është muzika, ajo është muzika, ajo është muzika. Andaj muzika të fjalë të dietarëve, të sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, është haram i prerë. E unë këtu po du mi aucek juve vetëm edhe një fjalë të një dietari prej tabinëve të mëdhej, i cili quhet Sufjan ibn Ujejne. Dhe kjo do të jetë nasihat për mua dhe për juve, që ta lajmë muzikën, t'i lajmë instrumentet, t'i kthejmë Zotit, pendohemi te Allahu Gjelle Gjelalu. Jeta është e shkurtë. A disa njeri ka shku te Zoti? A disa njeri janë në rand me shku te Zoti? Rrjeti është i madh. Rrjeti i melekul mautit është shumë i madh. Bëhemi më serioz. E kanë pyet Sufjan ibn Ujejnën, imamin e muslimanëve të mëdhej, i cili ka rujt hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kanë thonë: hoj zona me ta bani pyetje. A ka diçka që njeri s'e duron? Ka thonë: veç një punë s'e duron. Veç një punë s'e duron. Këti duron njeri. Andaj njerëzit thonë: njeri ko ka siguri, ma i fort se guri, duron shumë. Mirë, po ka thonë: veç një sensën e duron kur. Cila është ajo? Ka thonë: meqtullah, idhnimi Allahit. Zdurohet. Me tu idhnu Allah, me na malku Zoti. A ka dikush që duron? Allahu na ruaj nga mallkimi i tij. Allahu na ruaj nga hidhrimi i tij. 17 herë në ditë thojna: ghayril maghdubi alejhim waladdallin. 17 herë kur lexojna namazin farz, thojna: o Allah mos u idhno me neve, o Allah mos u idhno me neve. E që ati pin namaz, na dalna drejtën idhnim. Andaj tha Sufjan ibn Ujejne: o ju njerëz, idhnimi Zotit zdurohet, mu idhnu Allahu zdurohet. Apo andaj Allahu e përmeni se banorët e xhenemit as nuk jetojnë, as nuk vdesin, as nuk ja u merr shpirtin mu liru, e as nuk ka jetë aty në xhenem, veç djegët. A ja vlen për një dakik muzik, për një dakik knatësi,
për një dakik vallëzim, për një dakik instrument, për një dakik, një nat. Apo andaj kënoj thot, e shkurt nata, është e shkurt, është e shkurt xhenemi o i gat. Andaj tha Allahu xhelle xhelaluhu, falyadhaku qalila falyabku kathira walyabku kathira. Let keshin pak, let daldisën pak, net kcejn pak, sepse kanë me kajt shumë. Allahu na rujt. Andaj idhnimi i Allahut nuk durohet. Mos e hub knatësinë e Zotit, rizallakun e Allahut, xhennetin e Zotit, më të mirën e Zotit, rahmetin e Allahu xhelle xhelalu, për 2 dakika muzik, për 5 dakika muzik, për një natë dasën të cilën ti e i dhënë Allahu xhelle xhelalu, ka mundësi mu përmbys jeta jote. Ai disa njerëz ju ka përmbys jeta për shkak të asaj muzike. Ai disa njerëz thot, "Oh, kurse jam të marr më vetëm për të fare arsye sepse o dalldis muzik." E lusmi Allahu xhelle xhelalu që Zoti jon te bareke ve teala ti pastron zemrat tona prej muzikës. Ti pastron zemrat tona Allahu prej instrumenteve. Ti pastron Allahu xhelle xhelalu zemrat tona pi çdo mëkati që i dhnojnë Rabbul Aleminin.